dyja kategoritë në farforme, kemi punë edhe me kategorinë e personave që janë të bullizuar dhe në presionin e vazhdueshëm realisht nga autoritetet ndryshme, qoftë në institucionet shkollore, qoftë në organizata tjera në farforme, qoftë brenda shoqërisë. Megjithatë kemi edhe raste të personave të cilët kanë prirje të këtyre impulseve agresive dhe kriminale. Më falë që paragjykojnë ndoshta, po ekziston përshtypja që vetëm viktimat kryesisht janë ato që kërkojnë ndihmë nga psikologu për shkak të traumës që kanë përjetuar. Ata që shkaktojnë dhunën, ata që shkaktojnë të keqen nuk kërkojnë ndihmën e psikologut. Ndoshta domethënë vullneti i tyre mund të jetë pak më mangët një farforme, se më i vagët dhe zakonisht këta dhunuesit vinë me referime, qoftë nga shkolla, qoftë nga familjarët dhe nga shoqëria ku dikush i sugjeron që sjellja jote nuk më duket korrekte dhe kish me qenë ti mirë me zhvillu dhe me kriju një trajtim, pra me zhvillu një trajtim psikoterapeutik, patjetër po, viktimat normal kërkojnë në një formë më të vullnetshme, pra qasja atyre se qëllimi i tyre realisht është i marrë nga vetvetja atyre, një farforme kurse dhunuesit mund të jenë të rekomanduar ose të referuar. Por kemi nga të dyja anët. Unë kisha pas qef me u kthy pak realisht asaj pjesës, nuk kisha pas qef me relativizu rolin e secilës halk, edhe përtej asaj që vërtet gjithçka që u tha këto ka vendin e caktuar dhe përbën një fillaj argumenti shumë të rëndësishëm shoqëror dhe profesional, kisha me tentu me koni kujdesshëm jo gjithmonë i dhon karakter gjinor çështjeve. Pra jo gjithmonë i dhon. Absolutisht nuk është tendenca. Sepse dhuna dhe agresioni është potencial që nuk është që kufizohet vetëm brenda një gjinje. A mund ta dim kështu? Potencialin për dhunë patjetër e kanë gjithë, edhe qikat, edhe djemët, edhe burrat, edhe gratë. Mirë po, na e shohim edhe në statistika kush e shfrytëzon atë potencial, kush i lejohet në një mënyrë me e shfrytëzu, e tash na nuk mundemi me dalë jashtë çka e shohim që ndodh. Zakonisht janë edhe djemtë të ri, po edhe burrat ata që janë më të donshëm. Jo që janë prej natyrës, pra po e them. Mirë po rritën atë mënyrë që e kanë më normale me shpreh dhunën. Qëllimi dhe motivi është i orientuar patjetër te gjenia tjetër, apo thjesht vetëm po flitet shkaku që gjenia maskullore mund të ketë qasje më të lehtë dhe mund të ketë tipare më të zhvilluara që ta bëjë dhe ta kryejë një akt kriminal pak më lehtë. Prandaj kjo është me statistika që vërtet po rastis që meshkujt janë më dhunues dhe kriminal, për shkak të aftësive të tyre. Jo, me vrame një orë nuk është aftësi, edhe një gru mundet me e përdor, po prap shumica e viktimave që vriten me vrapë prej partnerëve janë gra. Padyshim. Nuk është çështja veç të aftësit, se ka mënyra tash të ndryshme. Ku gjatë trajtimit, ku e gjeni burimin e zemrimit dhe agresionit të personit, më tepër vjen nga familja apo nga rrjeti shoqëror, shkolla, ambienti që frekuentojnë? Po, me përvojat e mia terapeutike, për shembull kur flitet për moshat e adoleshencës, shumë shpesh kam gjetur elementin bullizues në për realitetet e bashkëmoshatarëve, por edhe një dhunë kronologjike ose sistematike në familje, qoftë karshi fëmijës, realisht djalit ose vajzës, qoftë ajo dhuna e përsëritur që bëhet mes prindërve dhe krijohet një klimë pa përshtatshme dhe një ambient terrorizues brenda familjes. Qoftë kjo sjellja që thash autoritare, pra nëse du me citu klientë që unë punoj me ta, pa përmend emra, pa thy konfidencën normal, babit kërkur zgucëm ja prish. Ai kur e gjel gjamin komunikacion, as polici zgucëm e nal. I thot, çaki, çam nale ti. Dhe realisht nëse një sjellje tillë ka me pa fëmija, ç'a po pret ti fëmijës? Ai ka me kriju. Tash prapë na kthen te baza gjinore. Po mirë. Baza gjinore po, por jo gjithmonë motivi, e kupton? Jo gjithmonë motivi drejtuar, patjetër i një djali karshi një vajze, sepse shef, na 19 vjeçarët nuk kishin djemë. Po jo, unë thash edhe shumica viktimave janë burra në krejt format e dhunës. Pra kjo është çështja, pra mos të shohim gjithmonë vetëm një motiv i drejtuar, si ta asgjësojmë realisht gjininë femërore, patjetër që meshkujt janë më statistikisht realisht më dhunues, por qëllimi është me bë këtë fallë diferencimi. Atëherë jemi në një situatë kur prandaj siç isha duke ecek, më fal, pra. Siç është duke ecek, nëse ne krijojmë koncepte të tilla dhe imazhe të tilla mentale, ku prindi jon, familja jon po tregon një farë lloj krenarie, një farë lloj mburje, ne mund ta marrim edhe këtë si
model për atë se kush jemi, dhe në momentin që neve na cënohet, ose na vët në pikpyetje ky autoriteti përballë bashkëmoshatarëve ose të tjerëve, mund të përdorim aktet më të vëndshme dhe problematike. Te moshat e rritura, kam gjetë çrregullimet e personalitetit antisocial, pra një prirje prej moshave të hershme që ka zhvillu si tendencë padugjshmërisë, mos sfajsisë, mos respektim të ligjit, por ka dhe momente që xhelozia dhe paranojat me karakter ndërgjinor, me karakter ndërgjinor, po jo në kuptimin ta eliminoj një grua veç sepse është grua, po në kuptimin e kësaj xhelozisë, ma bëri diçka pas shpine, më tradhtoi diçka, më kanosi diçka, në bashkëpunim me diçka tjetër, pra mund të jenë shumë shpesh si vatra emocionale ose mentale të sjelljes edhe impulsit agresiv. Të kthem te ky autoriteti i familjes dhe në lidhja me shoqërinë, shoqëria jonë i koncepton si vlera familjare ato familjet ku kanë hierarki vertikale, ku babai është gjithçka aty, ai është autoriteti i parë dhe i fundit, ati nuk guxon t'ia prish fjalën kërkush. Është ky modeli ideal i familjes për një shoqëri siç jemi ne? Kështu, me u kthy pak në kohë edhe në kontekstin historik, vlen me cek që familjet tona gjithmonë janë strukturuar në bazë të dy faktorëve. E para është gjinia, pra burri i familjes, edhe në këtë rast ashtu thoya edhe një shtres moshën. Do thotë burri më i vjetër i familjes. Në rastet kur nuk ka pas burr të vjetër të familjes, pastaj rolin e udhëheqjes ose atë rolin e mirëmbajtjes kushtimisht të familjes e ka marrë gruaja, mirë po prap gruaja më e vjetër, e cila në një farë forme prap i kanë ndjek ato udhëzimet edhe rrugën ose do thotë format e organizimit të familjes siç do ta kishte bërë një burr, kështu. Tash për familjet tona ose për familjen kosovare prap tentojmë me ikë aty për kufizimit klasik, siç ka është një familje kosovare ose ku dallën familja kosovare për një familje gjermane e kështu me radhë. Mirë po, ne i kemi disa vlera të cilat, them ashtu, i konsiderojmë vlera si shoqëri edhe i tentojmë me implementu në secilën familje edhe pa e pa nëse i përshtaten ose jo asaj ose atij kontekstit të asaj familje. Pra kemi familje të cilat e kanë autoritetin shumë të rëndësishëm, pra në këtë rast baba ose gjyshi, gjithmonë prej asaj vijës patrilineare janë më të rëndësishëm edhe fjala e tyre është, si me thonë, ashtu ka ma shumë vlerë dhe është ma e rëndësishme, mirë, po prap nuk mundemi me thonë që është familja ideale, që ne si shoqëri e idealizojmë dhe themi që këtë familje kemi me... Ideja është kur ndodhin të tilla raste, si vrasja, që është akti i fundit më i rëndë në çfarë do zënke, konsiderohet se ka dështuar familja, dhe kur konsiderohet se ka dështuar familja, pra nuk është ky autoriteti, konsiderohet një familje relativisht e çthurur. Në njërin anë, në aspektin psikologjik, psikologu po na thotë që është e dëmshme të ketë një autoritet aq lart për zhvillimin emocional ose struktural të këtyre elementeve që bëjnë karakterin, në anën tjetër shoqëria